يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa taala në vazhdim të surës Al Imran, Zuyyina linnasi hubbu shahawat, janë zbukuruar për njerëzit dëshirat për epshet e tyre. Minan nisa'i wal banin, dëshira për gratë dhe fëmijët. Wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fidda, dhe tubimi, pastaj dhe shumimi i arit dhe argjendit, wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, shtimi kuajve, bagtive edhe puna e tokës, dhalike mata'ul hayatid dunya, dhe të gjitha këto janë kënaqësitë kësaj bote. Wallahu indahu husnul ma'ab, kurse te Allahu kur kthehemi te Allahu subhanahu wa taala me fituar xhenetin është më e mirë. Qul unabbiukum bi khairin min dhalikum, thuaj muslimanëve o Muhammed, po edhe njerëzve në përgjithësi, a doni më u kallëzua për diçka që është shumë më e mirë se çeto që po i doni ju. Lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannat, ata cilët janë rujt prej harameve dhe i kanë krye farzet, ata të Allahu i tyre do të kenë kopshte, xhenete shumë, të gjëri min tahtiha al-anhar, në të cilat do të rrjedhin lumej, khalidine fiha, aty kanë me qenë për gjithmonë, wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah, aty do të kenë bashkëshorte të pastërta dhe do të kenë kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, Allahu subhanahu wa taala i sheh të gjitha veprimet e robërve të tij. Zuyyina linnasi hubbu shahawat, tek njerëzit janë të zbukuruara, ose u janë zbukuruar njerëzve. Hubbu shahawat, me i pasue dëshirat, qefet e veta. Edhe zbukurimi i dëshirave të dunjas, nëse të ndihmon për me e praktiku fen, janë të gjitha halal dhe begati prej Allah subhanahu wa ta'ala. Kurse nëse të pengojnë dëshirat, nëse të pengojnë në zbatimin e fes, ato të gjitha janë armiq tut në dunja dhe në ahiret. Nëse zbukurimet, begatit e kësaj bote i shërbejnë besimtarit për me plotësu e fen, e që në hadithet e sakta të gjitha të përmendura më poshtë që i dën njeriu, të gjitha ka mundësi me i shërbyje për me plotësu fen. Për e tyre, kushdo që në hadith të sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jeta e kësaj bote i ka 3 elemente. Kushdo që i ka këto 3, është e shiu jetën. Vend banim i gjërë, mjet udhëtimi komod edhe grua të devatshme. Kush i ka këto 3, është të shiu e jetën, tamam. Në
radhitjen e parë, pasi që përmend Allahu se janë zbukuruar për njerëzit dëshirat e tyre, janë gratë. Dhe nëse ato janë besimtare të devotshme, e plotësojnë fenë e burrit. E ruajnë atë pi haramit, edhe e këshillojnë e ndihmojnë vazhdimisht që me pas frikë Allahu subhanahu wa taala. Zoti na ruaj më kon tjetër e pengon. Mos më kon e devotshme, e pengon me izbatue urdhat e Allahu subhanahu wa taala dhe e nxit me i vepru haramet. Më kon e devotshme, e pengon me i bë haramet edhe nxit me i vepru halalet. Fëmia, kushdo që vdes, edhe tukon gjallë, sado që bojnë fëmit ibadete, adhurime, qaq shpërbimi i shkojnë edhe prindve. Më kanë të mirë. Më kanë të këqi, Allah subhanahu wa ta'ala thot dine, se pasunia juve edhe fëmit e juve, aduve lekum janë armisht e juve. Nëse bëhet të nga mas fëmive, mos me mujtë më falë, të kujdes për ta, mos me mujtë me kry obligimet, të munu për ta me hien harameve, këta jenë veç armisht e tu. Zujjin e linnasi hubbë shëhavati minë nisa, janë zbukurua njerëzve dëshira për gra dhe për fëmi. Më konë si pas udhëzimeve të Allah subhanu ta'ala, këto janë kretë në regull. Edhe të bimi i arit e i argjendit janë në regull, se në përmjet zeqatit dhe ndimet që e japin për fe, ata fitojnë gjennetin, edhe me pas mjetë e utimi kuaj e kafsh e tokë që e punojnë, me ato i shërben fes, me të gjitha për këto e fitojnë gjennetin. Veç më këthin që të renon, me të gjitha këto e fitojnë gjennetin. Nëse janë që shfrytëzohen për të mirë, janë begati prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse janë që banë për keq, janë zbukurim prej shejtanit. Kurse zbukurimet që i bën shejtani janë devijim. Prej asaj që e kanë përmend më tepër me dietarët e sunetit, ajo që i ka devijue muslimanët në për vite, ka qenë dëshimet dhe dëshirat. E shehawat vë shubuhat. Njeriun mas shumë të që devijojnë për fesjen këto dy çështje. Dëshimet. Dëshimet qesin për feje. Dëshimet të prishin menhegjin. Dëshimet nuk lën asnjë gjë të hajrit. Edhe shehawat e epshet pasimi asaj që është haram, edhe ato i prishin krejt që ki ndërtu. Njerëzit është shtuar për njerëzit dëshira, për gra e për fëmi, e për shtim, pastaj halal ma shumë shtim të arit e të argjendit, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, me pas robi një kodër, sa kodra Uhudit, ari, këthot më konë të këma një tjetër, shka duhet mëre ka tjetër atyje. Sa kodra Uhudit, kodër gjigante, madhështore, me pas ari, më konë të këma edhe një, që së njëhet njëri, që shtu është. Wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth, edhe dëshira me pas kuaj të stërvitur. Pastaj pjesë e komentatorëve të vëndshëm thonë të pjesa e kuajve të stërvitur bën pjesë të gjitha mjetet e udhëtimit. Dëshira me pas sa një më të mirë. Wal an'am, edhe disa tjerë kanë dëshirë me pas kafsh. Kurse në ajet Allah subhanahu wa ta'ala për ata të cilët kanë kafsh, në veçanti delet i ka përmenë Allah subhanahu wa ta'ala, e kanë qefin e madhë kër i lëshojnë mëngjes ka hecin edhe kër vinë mramje të shpia. Dëshirë, njeri u ka qef që ashtu. U lëharth, disa tjerë kanë qef me punu tokën, bujqësi. Dhalike me të u lëhajatit dunja. Dikush ka qef mas grave, dikush ka qef me pas fmi, dikush ka qef me pas ari argjën, dikush ka qef me pas
mjetë e udhëtimive tura, kuaj, dikush ka qef mas bakti, ka lopë, dele, dikush ka qef dëshirat e njerëzve. Të gjitha që to me taul hayati dunja, janë dunjas. Sa do me pas ato apët kanë me hup. Wallahu indehu husnul ma'ab, ama të Allahu shka keni fitu, që ajo është e vërteta. Jo ato që kena pas në këtë dunja, çak do që kena në këtë dunja. Në një hadith të sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, duheni ç'kon duni. Innaka fariquhu, ama dije se ki më do pitina. Çka do? Koft njeri, koft pasuni, koft çka do, duje. Ama dije se ti ki më ndo pisoj. Nëse i do më prind ki më do pitynve, nëse do ngruë ka më varkoha më do, me vdekje o fjolla, nëse do fmit, ose ti ose ata, nëse do pasunijës, qka do që pëse do në këtë dunja, dhe që do një dit ke më ndo pe i saj nas, s'ki me pas. Ata nuk du të më trenu shumë mas qështjeve të kësaj dunjojë, deri dikon. Me mas, që ato që i keme, alhamdulillah, të mira në ka thonë Allah subhanahu wa taala, ama këto kemi milionë edhe njëherë, pastaj, a kena mu bashku, ma as kena mu bashku me to, në varet për asaj që kemi punue, si pas asaj që në ka urdhnu Allah dhe asaj që në ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në jetën e parë, Allah subhanahu wa taala i përmend çështjet e kësaj bote. Në jetën e dytë, i përmend çështjet e ahiretit. Edhe si përgjigje, ju njerëzit i keni dëshirat e juve, dhe i kanë, si cilë njeri i ka dëshirat e veta. Të gjitha që to dëshirat që i keni, banin mrena kornizave qaq se ju ka dhonë Allah subhanahu wa taala dhe dine se një dit do të mu dopit ju, nuk i keni për gjithmor këtu, jenë përkoshme të gjitha që i posedojmë, kul hel unebbiukum bi khairin min dhalikum, por thot Allah subhanahu wa taala, a doni më kallëzu diçka që është jenë më të mira se çto që i doni ju çka të shumë. Cilat janë ato? Lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannat. Kret qëllimi është me mujt me fitu xhenetin, çka është më e mira? Me mujt me fitu xhenetin me kret çto që i don ti, kjo është më e mira. Me prind, me vet, me gru e me fëmijë, e me çka kem me fitu xhenetin kret. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim. Thot Allah subhanahu wa taala, ma të humburit janë ata që e humbin edhe vetën e vetë dhe familjet e veta. I humbin në zjarë me qojnë. Më njëre kundërta, ma të sukses shmit janë ata të cilët e shpëtojnë vetën e tyre edhe i ndihmojnë që me shpëtue me islam edhe prindët e tyre, edhe gratë e tyre, edhe fëmijët e tyre, edhe kretë që ata që i dojnë ata, se më konë që i dojnë për një me qatë shumë, nuk i ndash ja deri të zotja s'ka, më konë që e dojnë për një me. Se nëse së është i uzum, të dush me ditë se një ditë a i ka më shku për gjithmonë në xhehenem, ti nëse i besimtar ki më shku për gjithmonë në xhenet, dhe ata janë dy vene të ndryshme. Lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannat, ata të cilët janë të devotshëm. Kurse të devotshëm kemi thonë se janë ata të cilët i kryjnë urnat dhe largohen prej ndalesave. Tajri min tahtiha al-anhar, në xhenete tek të cilët kanë më rrjedh lumej. Dhe jo lumej hajgare, por lumej me mjalt, e lumej me qumsht, e lumej me verë, e lumej me ujë të xhenetit. Kështu janë lumejt në xhenet. Dhe për dallim khalidin fiha. Aty kam më kom për gjithmonë. Kretë që kënë jetën e parë janë të përkoshme, kretë që në jetën e dytë janë përhershme. O azwaju mutahhara, edhe gra të pastërta, edhe këto dynjos, kur rinjallën në ahiret, bëhen ndryshe, edhe ato të ahiretit të përgatitura të tilla, edhe të gjithmonshme. Shtes kësaj, o ridwanu min Allah, edhe kënaqësia e Allahut. Veç kur e din besimtarët në xhenet se Allahu është i kënaqur me ta,
ju mjafton për çdo begati. Ju mjafton për çdo të mirë, vetëm me ditë se Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me ta. Të gjitha që janë përmend në ajetin e dytë të përhershme. Prej të parës mundesh mi marr të gjitha. Nëse i shfrytëzon në bazë të asaj që ka thënë Allahu dhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahu basirun bil ibad, Allah subhanahu wa taala i shef veprat dhe gjithçka që bën robërit e tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.